Nina Sherifovska është një biznesmene e suksesshme, dikur me të tjera ëndra, por sot jeta i ka dhënë një tjetër drejtim për të cilin ajo është mirënjohur se çdo ditë. Nina u bë nën shumë herët dhe ajo nuk ishte thjesht një etapë e re në jetë, ishte një transformim i thellë. Një kthes që e ndryshoi rrënjësisht, jo vetëm si nën, por patjetër si grua, sepse, siç thot ajo vet, momenti kur bëhesh nën nuk është i përkohshëm, është një rol që të shoqëron për gjithë jetën, sfida më e madhe, por edhe bekimi më i madh. Po, ajo është një moment, një situatë e cila ndryshon gruan edhe mua ka ndryshuar kompletisht. Besoj që kur bëhesh nën një ditë, sa herë jenë. Ajo sfida e jetës për mu është edhe do jetë më e rëndësishme. Dikur, si vajzë e re, nuk ishte nga ato vajza që vraponin pas fëmijëve, kishte botën e saj, ëndrat dhe prioritetet e saj, por gjithçka ndryshoi në çastin kur u bë nën. Shumë është interesant se unë si vajzë nuk kam qenë shumë mas fëmijëve, apo vinë të në shtëpi musafirë dhe ashtu dhe thësha çdo mamet, "Mami, unë në dhomë do jem." Mos kam hinë fëmijët në dhomë. Jo që si kam dashur, po ku e di, kam qenë botën time ndoshta atëherë dhe kam pas tjera prioritete në jetë. Edhe ajo ka qenë shumë interesant se në momente kur bëra non, duke si desha krejt fëmijët e botës. Më duke si duhesh të kujdesem jo vetëm për fëmijët e mi, por për krejt fëmijët. Edhe ka ndodhur raste kur kom pa për shembull një prindë ka çortu fëmijën ose në instant dhe unë nuk kom mendoj jo jam përzi, po kom dash të kyçem që ta mbroja atë fëmijë. Ashtu që jo më ndish me shumë në atë temë, si besoj si krejt, si gjithë nanat e botës edhe si thash edhe më parë, sa më duket se është më i rëndësishëm. Jeta nuk e çoi aty ku kishte ëndërruar fillimisht, dikur donte të bëhej mjeke, por ajo derë nuk u hap. U drejtua drejt drejtësisë, ndërtoi një rrugë tjetër dhe më pas biznesi erdhi krejt papritur, një kthesë pa parashikuar që u bë rruga e saj, sepse jeta ndonjëherë nuk të pyet, të sfidon. Nuk e kam menduar se do mirem me biznesin, se do jem në dëshira ime ka qenë të bëhem mjeke, po nuk u realizua momente, qaste tjetës, raste tjetës, edhe ashtu në ndrova kakjen edhe dashuria e dytë ime ka qenë drejtësia, ashtu që vazhdova fakultetin e drejtësisë e kryeva, po ndërkohë edhe punësova. Edhe ashtu që biznesi i mujti, si të thamë, të gjithë, jo pse ka qenë dëshira ime e para, si imperativi imi, po besoj jeta ndonjëherë të sfidon edhe të çon në rrugtime tjera. Dhe a ka mbetur peng një ëndër e parealizuar? Jo, sepse sot ajo ëndër jeton në një formë tjetër. Vajza e saj është në rrugën për të bërë kardiokirurge, një vazhdimsi e një ëndre që nuk u shua, por u transformua, ndoshta edhe më bukur se sa e kishte imagjinuar. Vajza ime është mjeke, edhe specializon kardiokirurgjin, domethënë në një farë mënyre, ndoshta kjo është edhe realizimi të ëndrës time edhe më e madhe, sepse vajza ime do jetë gruaja e parë kardiokirurge shqiptare. Ndiheni krenar për këtë? Shumë, me të vërtet. Mua çdo herë edhe fëmijëve të mi, edhe vetvetes një herë sefte, edhe gjithë ato që kam përret, ju flas se duhet jeni falënderueshëm për atë që e keni në jetë. Edhe unë me të vërtet, mu jeta më ka përkthel, edhe më ka kthy gjithë bukuritë, ndoshta ka në anën tjetër, ndoshta si kom realizuar ato ëndrat mia fëmijërore, po më ka dalë hala më mirë. Në rrugën e saj, ajo ka mësuar një të vërtet të madhe. Në jetë të mjafton një person që beson tek ti, sepse ka momente kur ti vetë dyshon, kur ndihesh e humbur dhe pikërisht atëherë dikush të sheh më qartë se sa e sheh ti veten. Për të, ky person ishte bashkëshorti, mbështetja, forca dhe strategu që pa më larg kur ajo vetë nuk mundej. Para disa ditëve, pash një podcast, cilin e çmoj shumë atë njeri, është motivues, është amerikan edhe krejt, edhe thotë në jetë duhet vetëm një person i cili do besojë në ty. Edhe unë e besoj të njëjtën, se çdo herë nuk besoj se mund vetë ti mbrish. Domethënë ka momente të jetës kur mendon se gjithë fundos edhe nuk e shef derën e hapur. Kërkun, po bjen një situatë, një person, dikush që beson të ti më shumë se sa beson ti tek vetvetja, po tash jo unë ndoshta ka anë e kundërt, edhe ajo më ka mësuar që tash unë të besoj të disa njerëz edhe t'ju jap dorën, sikur unë
Sukur mu që ma ka dhanë dikush në një rast ose moment të një jetën time. Po, kush ishte ndoshta personi që ju bestoi ose ju përkrahu më shumë në momentet më të vështira? Buria. Po. Ai ka qenë personi i cili edhe une kur nuk kam besu në jetën time, edhe ai mire nisoj me biznes, edhe une kur kam besu në vetën time, ai ka besu më shumë të une. Ishte do me thënë forca më e madhe juaj? Po, ishte edhe përkrahësi edhe strategu, mendoj ai që tash do bëjmë këtë, pa tash ti bone këtë, mendoj ai që bën si thon, ka pa më larg se sa unë kam mujt në atë moment shoh më larg. Rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë. Nina ka kaluar çdo hallk, çdo nivel me durim dhe disiplinë që sot madje e habisin që i ka pasur brenda vetës. Ka dashur të mësoj gjithçka, jo për ambicie, po për të kuptuar thelbin e punës, sepse vetëm kështu vendimet marrin peshë. Unë besoj që shkolla, universiteti, gjitha i rrugtimi e edukimit mëson një sen. Diçka ta mëson fillimin edhe mbarimin, se duhet një punë të niset edhe të kryet pastaj. Po eksperienca që e merr pastaj në vendin e punës ose në vendin e punës besoj që është kyçe. Pse? Unë kur kam ardhur mendoj sefte edhe kur kam nis me punu, nuk kam pas provoj pune. Apo, domethënë ti je i varur për gjithë edhe rrethanave, po edhe kolegëve këto ose ashtu që po unë kam qenë shumë e disiplinuar edhe shumë e durueshme. Ndonjë tash prej kësaj ane nuk mund ta besoj vetveten se si tip nuk jam e durueshme atë shumë, po në atë periudhë kohore unë kam dash prej gjithëve të mësoj. Edhe nuk kam qenë tepër ambicioze, po kam qenë ambicioze se kam dash ta di punën atij, ta di ai tjetri që punon, ti di krejt sendet që edhe mendoj, ti di krejt sendet edhe mandej kur ti bi vendimet që janë ato të kenë peshë. Ajo pse unë dua, ose pse une po të kenë peshë, të bazohen në diçka. Ashtu që shumë është më rëndësi ajo periudhe jetës kur ti pa tjetër duhet me një mënyrë të vjedhësh prej gjithëve dije. Edhe eksperienca. Se nuk duhet krejt, mendoj nuk duhet. Si thoj, një meqmi mëson pej tjerve, jo i meqmi, prej gabimeve të veta. Për të, leadershipi nuk është pushtet, është shërbim. Është të lësh egon më një anë dhe të ndërtosh rrugën bashkë me të tjerët, sepse suksesi i vërtet nuk arrihet vetëm. Një lider i vërtet duhet ta dije se është shërbyes. Duhet t'ju shërbeje të tjerëve, që të mund një punë ose një projekt ose diçka të hecet edhe të bjen në vendin e duhur. Domethënë, nëse atëre lën egon anësh, edhe mendoj se egoja është penguesi më i madh i menaxhimit, se neve krejt që jemi të në pozita ose lidera, ndonjëherë kemi konflikt me egon, se dikush në moment mund të di edhe më shumë se sa din ti. Për qatë nëse programon vetën se ti duhesh t'ju shërbesh atyve njerëzve, e cilat ato të binë prej kësaj pike në tjetrën pikë, atëherë nuk do kesh probleme dhe suksesi vjen vetë. Sinqeriteti është busulla e saj, transparenca, qesi që mban një ekip të bashkuar, sepse pa të nuk ka besim dhe pa besim nuk ka sukses. Sinqeriteti, transparenca, sinqeriteti edhe transparenca se ti mund t'jesh i sinqert, po kërkush mos e dije, nëse nuk je transparent në momentin e duhur, edhe shumë është më rëndësi njerëzit prej ekipës tënde ta dinë ku janë. Nëse ti nuk i tregon dikujt se është u gabu, nuk je transparent dhe nuk je sinqert edhe se është u gabu, se se mund tjetër mënyrë të kryet ndonjë sen, edhe besoj që sinqeriteti dhe transparenca shumë më shpejt i kryen punë ndonjëherë. Por jashtë zyrës, ajo është një tjetër njeri, një nënë e butë, një shoqe për fëmijët e saj, dy botë që ndonjëherë përzihen, por që ajo i mban me kujdes në ekuilibër. Po, ka, edhe atë të shumë. Unë preferoj në punë, në zyret, jam një person i cili është shumë i profesionalizuar, i distancuar. Nuk foli për jetën private me kolegë, ndoshta ndonjëherë edhe më bën ajo t'jem më e vetmuar se sa tjerë. Jo që unë dua, po pa tjetër, duhet t'i distancohesh se këtu jem punë, ndërsa në shtëpi një është një prind shumë i butë, një shok, shumë ndryshe, tepër. Mendoj, jo tepër, po ndryshe është. Po ndonjëherë edhe i përzi rolet edhe në shtëpi,
Ndonjëherë po, edhe atje i përzi rolet, ashtu që po, ato më përkujtojnë, mami, si e zira. Dhe balanca nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, po për të gjithçka nisi nga prioriteti, kur di çfarë është më e rëndësishme, gjithçka tjetër gjen vendin e vet. Nuk është, për mua nuk ka qenë, nuk e di. Shumë është më rëndësi të dish prioritetat, cilat i ke, prioritetat e jetës, e ditës, dhe kur ti menaxhosh prioritetet, mendoj kur e din çka i ke prioritet, atëherë edhe rendi i ditës me njëherë vetë rregullohet, ashtu që unë nuk e kam pas, me të vërtet nuk e kam pas rënd, po kam punu shumë orar punës, mendoj ka pas periuda kur kam punu prej mëngjes deri mbrëmje, po vi prej një familjes e cila domethënë çdo herë është folur që duhet jesh punëtor, duhet jesh punojsh, duhet mos ja zgjaset dorën dikujt kërkujt. Mami jam ka punu prej 18 vjet, ka punu edhe ajo, dhe ka punu në fabrikë. Edhe që ashtu që nga ka njëllat, jo veç mua, edhe vllau tim, edhe motrës time, edhe me të vërtet krejt jo zoti vetë vetës, e cila për prind, nuk e di, s'ka tjetër dëshirë e cila prind i donë përveç se ta dije se do jesh vetë zoti vetë vetës. Si nën, Nina nuk ka bërë kur kompromis në arsimin dhe disiplinën, edhe kur ka qenë e vështirë. Ka qëndruar e palëkundur, sepse ndonjëherë leadershipi fillon pikërisht aty, te vendimet që merr për fëmijët e tu. Fëmijët e mi tash janë të mëdhaj, domethënë kanë kryer edhe fakultetet edhe karrierat, mendoj fakultetet, karrierat ala si kanë kryer, ne si kanë nis, po domethënë karrierat sportive, edhe ka asnjëherë çdo herë kur është diskutu, edhe në shtëpi, kompromise nuk janë bërë me shkollën, edhe me sportin, me obligimet. Domethënë ka pas edhe periudha tjetë kur kanë nisur jo puberteti, jo ajo, po edhe kur kanë thonë mos po muje, pse unë duhet shkoj, edhe veç unë jam dikun për ditë, po unë i kam djali jam kursare, disa gajle po unë. Ato kanë qenë momentet kur prindi nuk duhet lishohe pej, se normal neve krejt jemi dopt në fëmijët e tonë, po ato kanë qenë, aty është leadershipi i vërtet. Kur ti zgjedh ndonjëherë edhe për fëmijë, kur duhet zgjedhësh ndonjëherë edhe për fëmijën tënd. Normal deri me një moshë, pastaj ato vetë din si tash. Për të, leadershipi nuk fillon në zyrë, fillon në shtëpi, aty ku vendimet janë më të vështira sepse përfshin zemrën dhe pikërisht aty ajo nuk ka bërë kur kompromis, edhe në ditët më të vështira të rritjes, kur fëmijët hezitonin, lodheshin apo refuzonin. Ajo qëndronte e palëkundur, sepse e dinte që ndonjëherë dashuria nuk është të lësh pe, por të qëndrosh fort për të mirën e tyre. Sot, ata zgjodhen vetë, por dikur ajo zgjodhi për ta. Po, patjetër. Edhe ato sendet e mira, si thojnë, duhet të trashëgojnë, ato që nuk repësia, për shembull e prindëve të mi ka qenë shumë e madhe se sa repësia jonë, ato do janë prindë, sigurisht hala më të butë se sa na, po disa sende, mendoj puna e punës, edhe obligimeve dhe përgjegjësisë. S'ka lidhje a punon, apo je sportist, apo je balerin dikun, po përgjithësia ka qenë sendi ky që cila është folur të në shtëpi. Djali jam ishte në Olimpiadën në Francë. Për të qenë judist, neve para se ta zgjedhet judon si sport, e kemi quajtur edhe 5 tjera sporte. Aty e ka gjetë veten. Domethënë ka qenë një miks i dëshirave tona, dëshira jon ka qenë sport, patjetër. A dëshira e tij ka qenë ta zgjedhë cilin sport e don, edhe vajza edhe djali. Për qatë ndoshta ka qenë edhe rrugtimi më i lehtë, apo siç e ceka, normal edhe ato kanë qenë fëmijë, kanë njerë kanë dashur të luajnë me shokët e vet. Domethënë neve asnjë pushim nuk e kemi bërë si familje, pa e qel kalendarin edhe ta shohim se prit ku kanë tash gara. Tash duhet shkoje në kampion europian, pa tash duhet shkoje në kampion botror, djali im ishte në Çile, ishte i 7 në botë. Kur ishte kadeta, domethënë pastaj ne adaptojshmi jetën sipas obligimeve të atyre. Çashtu që nuk mund të them se kemi pas shumë kundërshtime, sepse ai dhe ajo ka qenë më dëshirën e atyve. Po, shumë është më rëndësi, konzistenca, domethënë t'jesh, qatë që zgjedhësh, t'jesh konzistent, edhe ta disiplinë, edhe ta grajsh sa më gatë. Nina beson se vlerat nuk thuhen, ato trashëgohen. Ajo e ka të qartë se suksesi kërkon sakrifica, lojra të humbura, pushime të anuluara, por gjithmonë me një qëllim të qartë, përpara e në fund qëllimi o suksesi merituar.
Suksesi, t'jesh ai që fiton, tash edhe unë kur analizoj, po e di edhe fëmijëve të mi kur kemi folë për shembull se kanë qenë shumë garus, kanë garuar ndoshta 10-15 vjet, edhe çdo herë kemi pas me rëndësi edhe të fitohet. Ajo siç neve na ka mësuar, s'ka lidhje ti vetë shko, merr pjesë, a mund të mos fitojsh, te na ajo nuk ka qenë parim. Domethënë, ndoshta edhe unë edhe neve kemi dhatë, po nuk është me rëndësi vetë të marrësh pjesë, po edhe të fitosh. Çka edhe të bësh ti është më mirë. Paraja nuk ka qenë kur motivi i saj. Ajo që e ka shtyrë gjithmonë përpara ka qenë suksesi, si një zë i brendshëm që të thotë të japësh më të mirën në çdo gjë që bën, sepse kur e vendos suksesin si qëllim, rruga, sado e vështirë, të çon drejt tij. Po, intuita është për mua ka qenë shumë e rëndësi intuita ime, edhe po kam gabuar edhe ndonjëherë, mendoj nuk ka qenë çdo herë edhe intuita ime se si thonë truni pastaj ti e bën një pikturë dhe mandej truni mundohet të ta verifikoja, ha? Ashtu që ka pas edhe gabime, po nëse kështu e shohim 70% ka qenë edhe në drejt, ashtu që intuita edhe ajo se ti je në vendin e duhur edhe njerëz duhur edhe ashtu është çajo që intuita që të tregon a je apo si je, si për shembull nuk të shkohet diku ose nuk don ta marrish atë rrugë sot, nuk shkojsh edhe ajo është intuita e cilët unë i kam besuar dhe kam gjetë ndonjëherë dhe si mos shkoj, mos jem në atë vend, mos ta takoj atë njeri, se intuita më ka thënë. Të ka dalë ndoshta e drejtë. Sidomos edhe kur i bën do vjet, si tash se dhe provoja edhe vite, pa intuita hala më shumë vjen në sipërfaqe. Mo sot mëngjes djalja më bon mami pse tha se me për një punëtor tash e duke se e gjeta njerin e duhur për atë punë, ta piku e din se këtë ke po. Tash kur ti bësh vite do e dish. E kupton. Në vendimet më të rëndësishme të jetës, ajo i ka besuar shumë intuitës. Intuita nuk është thjesht ndjenjë, është një zë i formuar nga përvoja, nga gabimet, nga rruga që ke bërë, dhe me kohën ai zë bëhet edhe më i qartë. Pasigurit. Po edhe suksesi. Edhe suksesi, si që tash mu jeta më ka përgdhelur dhe nuk mund të them se nuk kom arrit sukses në atë që e kom dash. Qa kom ujt me pa, sa kom ujt të voj, po edhe pasiguria është një mësues shumë interesant. A ju ka ndodhur në fakt që të keni shumë pasiguri, keni pasur në fakt gjatë rrugtimit në jetë, por? Po nuk mund të them se edhe jo, po pasiguria për mu ka qenë udhëhecsi ndoshta edhe më i madh, që ta di njëherë, ta analizoj, unë fund edhe ta bëj. A keni pasur më shumë pasiguri apo sukses? Më shumë sukses. Kur kthen kokën pas, Nina kupton që nuk janë vetëm suksesi që e kanë formuar, janë edhe pasiguritë, ato momente kur dyshon, kur ndihesh e lëkundur, por pikërisht ato e kanë detyruar të analizoj, të rritet, të ecë përpara. Nuk shihen lot kur kanë humbur, ditë pa fletë kur kanë humbur, në për ato kampionate që kanë marrë pjesë, nuk shifet ndoshta edhe puna, edhe sakrifica e prindve, se kur jeni sportist elitar, ke treninga 2 herë në ditë, jo në çdo ditë, po 2 herë në ditë, ashtu që edhe ne si prind, pa tjetër e kemi pas të rendisim jetën edhe kohën që të mund t'i marrim, t'i qojmë, t'i presim, pa t'i kthejmë. Pra prap të shkojmë, t'i marrim, t'i qojmë, shumë herë edhe shoqënia, nuk kemi mujt t'jemi ndonjë ditëlindje dikun, nuk kemi mujt t'jemi ndonjë ambient familjar ku kemi pas që. Pastaj pushimet, njoni e di se para pushimeve çdo herë kemi pas sfida, pa unë kom qenë ajo e cila çdo herë ka dash t'jemi krejt bashkë. Ndërsa ato me obligimet e veta nuk kanë mund t'jenë. Në kam dohet që shkojmë pushim veç 3 ditë bashkë. Po e kemi bo çdo vjet. Pa marrë parasysh, a kanë mujt apo jo, neve i kemi zgjedh 1 vikend, 2 vikende, edhe ndoshta ajo që mburëm edhe sot është që fëmijët e mi, ani se vajza tash është vetë nanë, edhe prap planat i bojnë sipas asaj renditje që neve i kemi bo kur kemi qenë
Ashtu që çdo herë është këtë verë kur e kemi plan me shku bashkë. Domethënë edhe me të vërtetë është ajo që mua më bën ndonjëherë dhe gruaja dhe nëna më e lumtur në botë. Personi më i lumtur në botë. Si nën e një sportisti elitar dhe një kardiokirurge e të ardhshme, ajo e di që pas çdo suksesi fshihet një histori që nuk shihet. Lotët pas humbjeve, netët pa gjumë, është një sakrificë e përditshme e heshtur e çdo prindi. Për çdo arritje e tyre e mbush me një ndjenjë që nuk krahasohet me asgjë, ndjenja e lumturisë, që si nën ja dole, që fëmijët e tu janë në rrugën e duhur. Ndoshta deri dje përgjithësi, tash mos, janë të mëdhaj, janë persona në veti, tash krenaj. Dikur ndjente më shumë përgjithësi, sot Nina është një nën krenare. Ka ditë kur mbyllëm totalisht edhe nuk dal ka 24 orë, dhe shumë e dua. Prej premtës mas ditën pi punës, pastaj deri çtu në mbrëmje, unë nuk dal, nuk shkoj kërku, nuk foli me kërkon përveç me ato që duhet. Edhe që ashtu që ajo ka qenë sa herë një mekanizëm që e kom përdor që ti restartohem. Në një jetë që nuk ndalet kurrë, ajo ka gjetur mënyrën e saj për të gjetur qetësinë. Ka momente ku shkoputet nga gjithçka, sepse për të ecur përpara, ndonjëherë duhet të ndalesh. Dhe ndoshta, pikërisht në këto ndalesa, ajo rigjen veten. Ajo është një send e cila një arritje të në jetë, po ti ku nuk e humb vetën, edhe vlerat e tua. Për mu është ajo sukses, ajo që i kim brenda, ato vlerat që i kim brenda, që i ke njell edhe që i trashëgon, mendoj se është ajo suksesi, jo ato që kem mbi teje, po ato që kem brendësirë. Edhe kjo nuk o diçka që tash e dini, po me të vërtet mund t'jesh njeri edhe t'i përfitosh gjithat e mira e kësaj jete. Mundesh. Më thonë, pavarësisht gjithë punës ose gjithë dashurisë që ke për publikun, në fakt mundesh edhe të jesh njeri i mirë. Po, patjetër. Edhe ajo është një sen që është shumë i vlefshëm, nuk kushton asgjë, që është njeri i mirë, edhe mendoj unë e kam një moto tjetës, bon, mirë, edhe fugje diku mas, bregje dikush. Të jesh e suksesshme, do të thotë që në fund të sakrificave ti të mbetesh njeri. Dhe Nina është krenare që e ka ruajtur njerëzorën brenda vetës edhe në momente vendimesh të vështira. Por mbi të gjitha, ajo që e bën të ndihet e plotësuar sipas saj, e para dhe e fundit është familja. Për neve shqiptarët, familja është në vend parë. Mendoj edhe për mu si person, familja është ajo që nuk e di, traditat të familja edhe traditat që i bën brenda familjes tonë, edhe në shoqëritë e na është ajo që më bën të lumtur, nuk e di tjetër se çka më kishte bërë të lumtur. Mes gjithë sfidave, sakrificave dhe arritjeve, ajo që mbetet më e fortë është ndjenja se çdo gjë ka pasur kuptim, se çdo vendim i vështirë, çdo net pa gjumë dhe çdo sakrificë e heshtur ka ndërtuar jo vetëm suksesin e saj, por edhe rrugën e fëmijëve të saj. Sot Nina nuk mat më jetën me atë që ka arritur vetë, por me atë që ka ndihmuar të rriten tek të tjerët. Në këtë rrugë mes dashurisë, disiplinës dhe besimit, ajo ka gjetur atë që çdo njeri kërkon. Një jetë me kuptim, një familje që e bën të plotë dhe një zemër që nuk rresh së besuari.